Bagazhi i BMW-s nuk më nxë mua çantat e shoppingut dhe me shumë mundësi duhet ta ndroj se nuk kam si t'ja bëj kështu, nuk jetohet me një bagazh kaq të vogël. Varja se do ta mendoj një ditë tjetër këtë muhabet, por sot kam ardhur në Kamës. Këtu më ka sjell vetëm Dan All Brand sepse kam parë që ka shumë rroba të bukura dhe doja t'i shikoja live më mirë dhe t'i mbushja ato duart plot. Dhe un po të hyj në një dyqan nuk dal pa marr minimumi 5 veshje, por gjithsesi do i shikonin të gjitha dhe nuk mundja do t'i lija se ishin kaq të bukura dhe i kam marrë. Pasi bëra gërdi duke i shpaketuar, ja se si dukeshin outfitet e veshura. Këtë e kam marrë me vete në Marbella, dukeshte kaq bukur dhe këtë tjetri në Cordoba po Spanjë dhe janë kaq perfekt për këtë udhtim. Isha duke bërë një video si normalisht edhe po rregulloja shamin kështu dhe më del kjo ngjyra e bardhë e krahut që më është bërë nga plazhi. Këtu jam e zezë, ngjyrë shumë e bukur, ndërsa këtu jam e bardhë. Edhe më desh ta nisja video nga fillimi, por nuk e din nëse ekziston ndonjë plazh ku mund të marr rreze si normalisht, një plazh privat këtu në Shqipëri ose jashtë shtetit, po ku fikse jashtë shtetit e di që ka, po s'di se ku. Halushi. Halush. Mas que eu fiquei estedinha aqui. E amor. Primeiro. Anala. Janjan. Mas é que Është fir. E ke xhanalen ti? Po. E do shumë? Pëllos me bishtin. O Allah, mendova se nuk do e kapshim avionin për Shqipëri dhe ma besoni jam e vdekur, por gjesi da bëjmë një unboxing sepse dua të rregulloj gjërat pas udhtimit. Kam marrë një super çantë të veçantë tek Diori. Është limited edition dhe dua t'ju ja tregoj pak. Atëherë, ky nuk ishte paketimi fillestar, pasi unë detyrova t'i hap tek aeroporti që t'i tregoja doganës për tax free që do merrja, sepse i thonin shumë lek. Është një Lady Dior. Ja kam treguar këtë çantë 100 robëve, 100 herë kam paketuar, kam shpaketuar, po për herë të fundit po ju tregoj juve. Atëherë, kjo është çanta e re që unë kam marrë me lëkurë gjarpri. Piton. Ka që bukur, ngjyra perfekte që shkon me çdo outfit dhe vjen me certifikatën e vet për lëkurën egzotike që unë mundem ta nxjerr jashtë shtetit. Ajo vajza Diorit ishte shumë e mirë edhe më dha edhe një dhuratë të vogël, një parfum që mbante erë shumë të mirë. Unë nuk u ngopa vetëm me një çantë që kështu, çanta e dytë është nga Chanel. Ose vini re kutis sepse ka kaluar shumë trauma sot, ma besoni, dhe unë jam me gjendjen e aeroportit. Si që mund të duket, edhe nga fytyra make-upi që gati sa s'ka shkrirë. Me thënë të drejtën në shumë çantë e vogël, unë nuk ishte i mbaj çantat shumë të vogla, por që ishte shumë e bukur për t'i thënë jo, edhe dua ta kombinoj, ta stiloj. Dhe... Oh my god, Sela? Oh. Perfect. Nuk i ka dot pa marrë dhe një palë këpuc nga Loro Piana. Kështu duken këpucët nga Loro Piana. Unë tani do i krahasoj me një palë tjera që kam, por shikoni pak se sa të bukura që janë. Kanë dhe këtë detaj në ngjyrë gold. Në fakt kanë diferencë ngjyrë, por shikoni pak se sa zhul më bëhen këto. Dhe anyway. Kanë diferencë goxha. Tani kam këtë valixhen e madhe për të shpaketuar. O zoj, masa madhe është. Sot e mora me vete dashurinë time të vogël për të bërë shopping që ta mësoj sepse që e vogël i merr bazat e jetës. Po prisja të më paketoheshin një palë këpuc tek Loro Piana dhe po rria me dashurinë e vogël, po bëni muhabet dhe këto ishin këpucët që mora. Unë fakt kam 2 palë si këto, por në ngjyra të ndryshme dhe këto ishin yll të bukura e vetmja palë që kishte ngelur në masën time. Normalisht kur bëj shopping u kërkoj tax free në të gjitha dyqanet, sidomos kur janë vlera shumë të larta pasi marr një shifër të konsiderueshme mbrapa. Këtu ishte një zonë shumë e shtrenjtë në Athinë, vetëm me dyqane super lux dhe restorante të shtrenjta me jahte dhe unë bëra dëmin tim të bukur dhe kjo ishte dita e fundit në Athinë, se pastaj duhet vinim në Shqipëri, kemi punë për të bërë. Njerëz, jam shumë vonë, por dua t'ju tregoj outfit of the day, sepse kam veshur gjërat e reja për herë të parë, domethënë
Kjo është çanta. Këto janë lorot dhe kam kombinuar me këtë setin gri, kështu thjesht, edhe këtë shamin, edhe kam një punë për të bërë sot, do ju marr me vete.